Jo, unë vlerësoj që Kosova i shkon mirë me pas një qeveri normale, një proces normal, një opozit normale. Kanë me bua ato? A do të mund të bëhet kjo në këto rrethana, në këto qasje, natyrisht është problematike, por që vlerësoj që një qeveri stabile do të ishte e rëndësishme me pas, për faktin se, si që dihet, jo pak mujnë ndajnë nga një proces tepër me rëndësi ku duhet me qenë një shumicë shumë më madhe se sa që kërkohet për me zgjedh kryetarën e Kuvendit dhe qeverinë, duhet me qenë në salë domosdoshmërisht se paku 81 deputet me rastin e zgjedhjes së presidentit për disa muaj, kur nuk arrijen me u siguru 61 deputet, të nishi është shumë problematike. Edhe kjo në bindjen time ka qenë dhe vazhdon me qenë njëra prej elementeve jashtëzakonisht të kyçe në raport me subjekte politike, sepse në instant fundit pozicioni kryetarit të Kuvendit nuk është që ka ndonjë peshë politike në sistemin ton kushtetues, mirë po rrethonat që janë para nesh, domethënë mund të jetë ushtruesi i detyrës së presidentit, edhe po ashtu një që ka karakterizuar këtë proces, kam përshtypjen që ka qenë një strategji, le të themi, e gabueshme në fillim të procesit ku partit ish opozitare, fillimisht u barikaduan atë procesin tepër formal të verifikimit të çështjeve raportit dhe insistuan, pastaj lëshuan pe dhe një farë forme mbas se subjekti politik fitues i tha, ok, në rregull, hajde po insistojmë se polshej kanë pe sa dikur. Prandaj vlerësoj që në këto kanë bërë disa gabime në kuptim strategjik, për ndryshe vlerësoj që qeveri edhe kushtetuta dhe ligji nuk e njeh në një qeveri, domethënë që siç ka propozuar subjekti politik Lidhja Demokratike e Kosovës. Unë më shumë e kam përshtypjen që ka dashur me kamuflu një farë refuzimi kështu a priori në raport me ftesën, se sa që ka qenë dhe vazhdon me qenë e bindur që është zgjedhja më e përshtatshme. Mirë po megjithatë një qeveri e cila, domethënë një mazhorancë e cila do të kishte numra përtej 61-shit, vlerësoj që i duhet vendit bazuar në bukur shumë procese me theks veçantë, siç dihet, dialogu dhe ecja tutje në këtë proces do të jenë prej kërkesave elementare që nga Brukseli dhe jo vetëm do të vinë qeverisë së ardhshme kurdo që ajo themelohet, prandaj edhe këtu kam përshtypjen që hezitojnë ka pak partit me kriju një shumicë e cila mund të jetë e breshtë dhe rrjedhimisht mund të provokojë zgjedhje në fazat shpejta dhe rrjedhimisht kalkulojnë elektoralisht. Dikush du të mi zgjidhë këto probleme, dikush du të mi shty përpara këto procese, këto obligime cilat i ka shteti Kosovës, pasojat me cilat është duke u përballë. Një koalicion duhet me pas. Nuk mendoj që është pa logjik kjo ideja e LDK-s. Në rast se po flasim për një ngërsh të tillë politik, që në asnjë rrethon, asnjë parti nuk pranon me lëshu pe. Atëherë cila është zgjidhja? Me thonë atëherë është ma mirë kjo ideja e LDK-s që hajde të ulemi këtë bashk, ta bojna këtë bashk një qeveri, deri në prill vitit të ardhshëm, ku e dim që është edhe mandati për me u zgjedh presidentja, pastaj përshkojmë në zgjedhje, edhe mas në rezultati i zgjedhjeve, çka prodhon, edhe pastaj shihet kush më kanë bëhet dhe krijon atë shumicën parlamentare që mund të jetë edhe ndoshta e mjaftueshme edhe për me zgjedh presidentin. Por kjo ka një logjik. Edhe shtoja kësaj edhe këtë pjesën që ne po flasim për një polarizim të skajshëm politik. Ndoshta bashkimi gjithëve në një qeveri mund të relaksoj pak edhe mësohen pak bashkë me qeverisë. Ndoshta ulet pak kjo gjaknëzëtësia politike. Shtot Peter Artan, pse patëm zgjedhje ne me non shkurt? Pse qytetarët, 900.000 qytetarë votuan përfaqësues të popullit? Ne me pas një qeveri teknike po shkojmë. Jo teknike, jo, qeveri gjithë përfshirëse, teknike është diçka tjetër, më nëjë që ideja e LDK-s është gjithë përfshirë. Janë terma nuancor, që në fakt nuk është. Nuancor, jo. Po tash, ajo qeveri do të çfarë kompetenca është ka me pas? A ka me pas kompetenca? Edhe për deri Kosovë-Serbi? Po normal që unë që kjo është dosh me qenë shtylla kryesore që këta bashkarisht me umri, me mbyll. So kanë me qenë pastaj partit politike nëse marrën zgjedhjet në prill vitit të ardhshëm me i zbatu marrëveshjet ose obligimet që i merr kjo qeveri. Kjo është problemi, nëse këta bëhen bashkë. Ne po autorizojmë një qeveri
teknike, do të Jo, nuk është teknike, jo. Kjo është marrëveshje politike, kur këtë partitë politike ulen bashkë bëjnë marrëveshje që po bëjmë këtë bashkë qeverisje, nuk ka qenë qeveri teknike qeveria Bajram Recepit. Ka qenë qeveri tamam politike me marrëveshje politike. Problemi është që tash me kthyer në bazë asaj Kosova as nuk është në luftë, as kemi luftë civile, as nuk kemi ndaj emergjencë, thotë po pajtohemi që Kosova ka probleme për cilat ka nevojë me marrë vendime të shpejta, vendime të cilat janë në interes të Republikës Kosovës. Po ne dim që në Shqipëri ka ndodhur qeveria në 97 për shkak që ka pasur luftë civile. Ka qenë tjetër, qeveria e shpëtimit kombëtar, Baskin Finës ka qenë tjetër me që nuk mundu me relativizu tash rolin e partive politike që s'kanë vullnet politik me rritje marrëveshje me institucione tash me shku një hap matutje me hap rrugën që me shku do të një qeveri e cila unë besoj normalizim pak kur nuk po mujnë me bo koalicion me një partner, me bo me krejsh. Veç imagjina një qeveri ku jenë gjitha partit dialogu. politike. Dhe me thënë, problemi është dialogu. Këtë partit politike kanë qef me fajsu një tjetër në dialog, në marrëveshje. Dhe me thënë, ti e bone këtë marrëveshje, jo ti e zbatove këtë, jo ti e propozove këtë, jo erdhë kjo. Dhe me thënë, ky është problemi kryesor i skenës tonë politike, të paktën në pothuajse në 15 vitet e fundit. Dhe me thënë, këtë politika të na është bu pikërisht me dialogun. Nuk është diskutu, e ke pun debate politike, nuk arsimi, as ambienti, as këtë tema janë anësh, gjithçka është tek dialogu. Dhe në rastet ne jemi para një situate që është një marrëveshje që është dakorduar në Bruksel, pastaj aneksi i Ohrit dhe presioni ndërkombëtar është tepër i madh, e kemi po, nga çdo mekanizëm ndërkombëtar presioni është na për me zbatuar atë marrëveshje. Atëherë nëse është kjo situata, kjo qeveria gjithëpërfshirëse, nuk është qeveri teknike, nuk është as qeveri e shpëtimit kombëtar, është një qeveri ku këtë partitë politike merren në vesh, bëjnë marrëveshje politike për me bëni qeveri ku e bëjnë bashkë. Edhe në atë marrëveshje mendoj që kishim mujtë marrë vesh edhe për çështjen e dialogut, po e përmbytin bashkërisht. Masë që të përmbytet ky proces, hajde tash luajmë këto loja të demokracisë, edhe rregullat e demokracisë dhe buja nisë me fillimet tani. Unë mendoj që i shkon ide e mirë. Tash, nëse më pyet a beson që mundet me u realizu, nuk e besoj sepse është prapë flasim, është Albin Kurti aty, domethënë, ai nuk pranon se egoja e tij është shumë e lartë dhe nuk pranon ai mul, atë me bob, domethënë është problematike kjo farë pune. Domethënë ai ka fituar zgjedhjet. Ka fituar zgjedhjet. Albin Kurti në 2014 jep deklaratë. Dëgjoj e mirë, thot gara politike nuk është gara e formulës ne, që ai që deli pari fiton të gjitha. Gara politike është ajo që shumica parlamentare që krijohet mas zgjedhjeve, ajo është me rëndësi. Nuk krijoja shumicë. Po ai tash duke pranon tash, kthehet mbrapa thotë, jo, unë i konfitu zgjedhjet, unë bëj çka du, unë e bëj kryetar ku vendit kondu, unë e bëj kryeminist kondu, unë e bëj ministër kondu. Jo, nuk shon ashtu, nëse si votat e mjaftueshme, nuk mundesh me bë. Problemi është që nuk me gjas nuk pikan as ata as këta. Kjo është problem ekstra që po vjen të që kjo ideja e LDK-s. Jo, kjo është problem ekstra, kjo është pasdëtësi. Nuk është pasdëtësi. Po, absolut. Kjo është me ik përgjithësisë. Domthonë ajo çapo bën lidhja demokratike është, unë nuk po dua as me këtë pjesa e qeverisë opozitës pajtona, po. Po më ne po është një farë ikje përgjithësisë tash. Okej, ti s'po don me kon me partinë e parë, këtë në rregull është. Ka mundësi tjera, po... As me këto s'po dënë, as me to s'po dënë. As me këto, mande po, se dhe fillim u konë shumë pak kështu propozimi ty në u konë pak utopika, dhe e qyshin qeveri tranzicioni. E mande kur e panë që për një mes po ka sensist, mande tentur me ndryshuja qeveri uniteti, që mundet me pas një lej dakordimi t'il për interesa madhur, ta zonë qoftë për dialogun, për marrëveshjen ndërkombëtare, për planin për rritje, çka do, pa qenë pjesë e qeverisë. Let ulen në akter politik dhe thonë, okej, që na pe votojmë një qeveri, na porrim në opozitë, s'po dojna me qenë pjesë e saj, kemi mi kalu qëto sene. Jetu kërku shumë. Po dhe me ta votu qeveri. Unë mendoj që për demokracinë s'është hiç as ndershme, as një pikë të zhvillimit që jo s'është e shëndetshme. Pajtona që s'është komplet me u bashku. Po për situatën çfarë jemi, mund të jetë një alternativë për me dalë pikë ngërçi, se e shëndetshme i shkon, madje as e shëndetshme nuk është edhe kjo që ndëgjoj plot njerëz që flasin për një qeveri stabile. Edhe kur i pyet çka qeveria stabile me pas 80 deputet. Se e zgjedhin edhe presidentin. Asa jo nuk është e shnetshme për demokracinë, se pastaj vlera ose pesha e opozitës në kundërpesh me partinë pushtetas e me koalicionin pushtetas shumë e vogël. Edhe kjo nuk është njerëz ka shkuar zgjedhje për shkak të zgjedhjes së presidentit.